Ky muaj për pak ditë hyn, futen teravit, futet po kështu agjërimi, ky farz i madh për shtyllave të Islamit. Dhe nëse e arrim këtë muaj, është një mirësi e madhe, e cila duhet kuptuar, të jemi të ndërgjegjshëm për këtë mirësi të madhe, sepse Allahu xhalla wa ala ka dashur këtë mirësi për ne. Ndërkohë që shumë njerëz ndoshta e kanë shumë besimtarë dhe besimtare në mbar botën. Mund ta kenë agjëruar Ramazan e kaluar, por tashmë në këtë Ramazan ata janë në dhe. Ndaj është mirësi për gjithë secilin që Ramazani e gjen gjallë, por njëkohësisht është përgjegjësi. Dhe së bashku me njëri tjetrin kemi mundësinë e madhe të kryejmë këto adhurime madhështore, duke i dhënë dorën njëri tjetrit. Ky muaj i cili ka këto punë të jashtëzakonshme, ka agjërimin për të cilin profeti sallallahu alaihi wasallam thotë çdo punë e birit të Ademit është për ta. Çdo punë e mirë shpërblet 10 fish, deri në 700 fish, madje dhe më tepër se kaq. Thotë Allahu azza wa jall përveç agjërimit, i cili është për mua dhe unë di si shpërblej për të. Po kështu kemi namazin e teravive dhe namazin e natës, për të cilin profeti alayhi salatu wasalam thotë, ai i cili falet netëve të Ramazanit me besimin në Allahun dhe shpresimin në arritjen e shpërblimit, do t'i falen gjunahet e mëparshme. Kështu që ti i fal teravit me imamin derisa t'i japi selam dhe merr shpërblimin sikur je falur gjithë natën.